sepse unë nuk shoh në një skenar, por shoh që revolta filloi për figurën e Enver Hoxhës, e cila është një figurë sot e kontestueshme për shkak të polarizimit të forcave në demokratike, republikane dhe komuniste. Skenari i sotshëm? Atë qoftë në qoftë se kanë unë për skenarin e sotshëm nuk di, një kjo për Partinë Demokratike s'ka asnjë lidhje. Këtu është një thirrje e sindikatave që sot shpalte greven. Kjo është, a e kanë bërë publikisht nuk ua dim. Nuk është se kanë bërë me mistar. Sindikatat dhe me mjetëve të informacion shqiptari kanë bërë thirrje punëtorëve për sot për grevë. Shoku Berisha, problemi vetëm me këtë gjikonë me mitimun, po populli shqiptar sot. Urdhoni? Populli sot. Populli shqiptar. Populli shqiptar kush ta doj ta marrë dhe s'ka të drejtë i përgjithshëm. Kërkojnë studentët e klubit. Student. Konfirmim. Heqjen e emrit të Enver Hoxha me dekret. Qeveria të jap dorëheqjen më njëherë, nëse nuk plotësohen këto të gjona. Pjesëmarrësit do të shkatërrojnë bllokun, varrin e çdo gjë. Varrin. Shikoj se Berisha me çfarë ne distancohemi nga këto kërkesa, kemi asgjë të bashkë me to. Ne s'kemi asgjë të bashkë me to. Shoku Sali, tregoj sinqert këtu, edhe i pastë, sepse nuk është ashtu si të thoni ju. Nuk është të thoni. Duhet të thotim kështu më. Ka vetë me këtë që vetë jam. Profesor Sali. Çka kujtoni se unë kam varë turqish edhe serb aty në ndivallet mia dhe ka një kur polivorin e vërtet kam duket. Ka vetë ti Më fal. Rroti mos ngjoj. Unë jam në një nga pozitat më të vështira, se dje u bëm mbledhje e Komitetit Qendror të Partisë. Sot ka ndodhur gjithë këto që ka ndodhur, por situata është që domethënë jashtëzakonshme si situatë në kohë. Dhe kësaj situate të jashtëzakonshme unë mendoj që duhet të përgjigjemi me një urtësi të jashtëzakonshme, me një politikë të jashtëzakonshme. Nuk kam mendimin e shokut. Me një urtësi të jashtëzakonshme, sepse është a janë skenar, a janë psikoza sociale, a janë nuk mund ta kuptoj, por unë jam për këtë. Mendoj se shqiptarët, po të jemi mirë ne, dhe të dalim me një thirrje publike, me një deklaratë të përbashkët, ku t'i themi njerëzve vëllezër mota të qetësohemi, dhe t'i zgjidhim gjërat siç duhen. Ndër gjërat më urgjente ne duhet të zgjerim studentët me dojmos. Dhe në qoftë se studentët e duan atë gjë, gjërsa u rrëzua ajo atje, le t'u japim studentëve me një vendim. Mendoj unë. Me një vendim. Ndërkohë, jam për atë që sa më jepet kohë presidentit, po jo t'ja lëm atij çdo gjë në dorë. Domethënë që pastaj populli të thotë që e ka fajt ai. Duhet, jam shumë dakord që të funksionojë secili nga këto, po sidomos një këshill presidencial, vetë presidiumi i Kuvendit Popullor, një këshill presidencial i cili të ketë prerogativat e duhura për të dalë me dojë mos nga kjo situatë e jashtëzakonshme. Të gjithë siç jemi, të vemi dhe të bëjmë thirrje forcave, partive, njerëzve në cilët kemi influencë për të shkuar drejt kësaj qetësie. Jam me atë tjetrën, të krijohet me dojë mos një qeveri teknike. Jam për tjetrën, që të mos flame, të mos ikim, por o do të qetësojmë Shqipërinë, o le të vemi ne përpara atje te gjendja jashtëzakonshme. Nuk duhet mendojmë as për parti as për gjë. Duhet të humbashim shansin e shkëlqyer për të shkuar drejt zgjedhjeve pluraliste. Këtë do i populli le t'i japi votën. Ne këtë do ta bëjmë vetëm me një urtësi. Po të tregojmë të gjithë të urtë, të gjithë të vendosur, të gjithë që vetëm ndihmojnë shokun Ramir. Lere shokun Ramir. Unë kështu mendoj. Do të kanë mirë, tjetër kush ka në në do të para gjatë. Ja kanë qenë mirë, dakord, mirë. Tjetër çka ka në Masa politike jashtëzakonshme.
Mundësi politike e jashtëzakonshme, jo çështje. Ne unë jam të pasojë të rreth, do të thënë ne ata që janë norma që nuk përpaguajnë dot, unë nuk jam të vërtetë. Deri në policisë shqiptare dhe këtyre organeve që smangin gjakun sot. Do të jetë një ditë, domethënë në këtë aspekt, nuk vajtohem me Xhesin dhe më vjen keq domon që unë besoj se edhe për këto probleme i kemi bërë deklarata dhe jam konsistent në to, por ama është në do ta shikojmë edhe shtypin tuaj se çfarë do të thotë. Po e shikojmë se po thonë oratorët tuaj tani atje. Ku janë oratorët tanë? Atje, që student. Po e shikojmë, pra do ta shikojmë çdo të thotë në shtypin tuaj. Unë nuk Se çfarë ose ana do bëhet kuptonat gjesti që u bë. Liberator. besoj se ju kam pas rastin që u them që ajo do mund të bëj, kur ka puna mund të diskutuar, ajo do bëj me peticion ose referendum mbar Tirana. Edhe nuk kam pas asnjë lloj koncepti dhe nuk kam asnjë koncept tjetër, po unë jam aty kryetari i atij komisioni që drejton dhe dhe unë shpreh me hap ashtu që se ekziston asnjë mendim tjetër për këtë punë. Dakor. Si që këtë dhe unë jam dakord me ato që konë shok që... Mirë, tashti unë mendoj që duhet Filloj. Kanë vajtër këtare. Ati kanë marrë të ndeshën me postë. Jo, kanë dalë në të tanke të gjithë. Prandaj shiko, situata është nuk mban më. Mban në mënyrë absolute. Prandaj, sa partit janë akoma kupton në aktivitet, duhet të luftojnë për qetësinë. Dhe qoftë se duhet të dalin kupton në televizion edhe në radio e të bëjnë thirrje për qetësi. Kupton? Kjo mundet në qoftë se mua më jepni 3 ditë afat. Kupton, një qetësi absolute që unë të mendoj çfarë duhet bërë. Presidenca, qeveria, ku diun se çfarë? Kupton? Kushtet e gjendjes jashtëzakonshme do të jenë relative. Gjendjen e jashtëzakonshme do ta shpall që sonte. Por kushtet e saj do jenë relative. Nëse kjo qetësi nuk më sigurohet dhe ky bashkëpunim shoqëror që u kërkoj forcave politike nuk më sigurohen, gjendja e jashtëzakonshme do vi duke u shkallëzuar. Duke u shkallëzuar sipas në raport me zhvillimin e ngjarjes. Këtë kisha për të thënë, ju falenderit shumë për a demokraci është kjo? Kjo është fashizëm. Shkoç ke varri? Ne do të themi që ne po të çelë. Atë ne kemi të bëjmë personalisht. Marrim angazhimin do të thonë si bëjmë këtë hollë për të qenë gjithë gjatë ato dhe gjithë gjatë popullin të jenë dakord me të ne. Gjatë si pas para do mandë të janë do bëjë popullin të ë? Unë që këtë do ta pranojmë këtë. Vetëm ato të bëjmë varë. Kjo s'ka këtu. Programist, duhet mendoj, duhet të dalim me një thirrje që Si? duhet të dalim me një thirrje që dihen të gjithë organizatat për qetësimin e gjendjes. Ka masave që do të Sigurisht, ne jemi për këtë që të shkojmë atje ke varrit që të ngjenin. Nuk ka rrugë tjetër, kjo është pa konceptueshme.